dëmtimet në tunelin e Murizit, shkak punimet në tunelin e emergjencës. Tuneli Murizit, një ndër veprat më të mëdha në rrugën e Arbrit, që lidh qarkun dimër me kryeqytetin, ka qenë vazhdimisht në qendër të kritikave për sigurinë dhe qëndrueshmërinë e tij. Ndërkohë në afërsitë të mesit të tunelit janë konstatuar dëme të anës lindore të tij, kryesisht në plasarritje dhe çaje të bordurës anësore. Në lidhje me këtë problematik, përfaqësues të kompanisë Gjoka Konstruksion thanë për media se dëmtimi i harkut lindor të tunelit ka ardhur si pasojë e punimeve që po kryen në tunelin e emergjencës. Përfaqësuesit e kësaj kompanie u shprehën se duke qenë se distanca mes dy tuneleve është 28 deri 30 metra, punimet kanë ndikuar në lëvizjen e harkut të tunelit. Po ashtu, sipas përfaqësuesve të kompanisë, këto dëmtime nuk kanë asnjë rrezik dhe nuk ndikojnë në qëndrueshmërinë e tunelit, pasi matet lëvizja me aparaturën e nevojshme, por që nuk ka asnjë shenjë të dëmtimit të mëtejshëm. Gjithashtu, kompania bën të ditur se me përfundimin e tunelit të emergjencës, dëmtimi i pësuar në tunelin kryesor do të riparohet dhe gjatë kësaj kohe, qarkullimi do të bëhet nëpërmjet tunelit të emergjencës. Tuneli Murizit ka qenë vazhdimisht në qendër të kritikave për shkak të vonesës që pati në vënje në funksion të tij, ndërkohë që faji gjithmonë ka qenë i strukturës gjeologjike të formacionit të tokës.